Banorët e lagjes numër 1 në Durrës janë të shqetësuar për ndërtimin e një pallati 12 katësh që po ndërtohet në vijën e parë të shëtitores. Sipas tyre, puna ka filluar para disa muajsh dhe vinxhat dhe ekskavatorët vazhdojnë punën që në orët e para të mëngjesit, duke prishur qetësinë e banorëve edhe në ditët e pushimit dhe festave. Sipas tyre, një tjetër shqetësim është mungesa e kushteve teknike dhe tabelës informative që tregon detajet e projektit dhe lejen përkatëse, duke nxitur dyshime për palishmërinë e ndërtimit. Banorët kanë deklaruar se pallati po ndërtohet nga biznesmeni oligark Fatmir Vualoti, i cili ka zënë edhe një pjesë të hapësirës publike. Ata janë drejtuar autoriteteve, përfshirë policinë dhe bashkinë, por deri më tani nuk ka marrë asnjë zgjidhje. Ata kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme për të zgjidhur këtë situatë shqetësuese dhe ditëve të diela. Denoncimi i qytetarit: Mirëmëngjes, ju lutem bëni diçka të mirë për komunitetin. Denoncojeni Fatmir Vualotin, pasi të paktën ditën e diel njerëzit duhet të pushojnë. Çdo ditë feste na zgjojnë që në orën 7 të mëngjesit dhe kemi fëmijë të vegjël. Ata punojnë jashtë çdo kushti teknik. Kjo ndodh tek lagja numër 1, ngjitur me pistën.